Sot është dita kur në të gjithë botën festohet lindja e një fëmije. E vërtet apo jo, gëzimi i kësaj historie mbledh bashk familjet, lumturon fëmijët, shëron zemrat e lënduara dhe i shpërndan mirësinë mes njerëzve. Por sot është një ditë e mirë për të festuar dhe lindjen e një fëmije tjetër, që nuk u festua kur duhej. Një foshnjë që mbase nuk do të di kur, ku dhe kush e lindi, por do të kujtoj gjithmonë kush e shpëtoi. Kjo është Ermela e vogël, emër që vendosën mjekët e maternitetit Koçogliozheni. Ajo ende nuk ka mbushur 40 ditë nga ardhja në jetë. Foshnja u braktis ditën e 2 dhjetorit, pak ditë pasi kishte lindur në një kontinier plerash në zonën e Yzberishtit në Tiranë. Të qarat e saj ndalën një kalimtar. Ai lajmëroi policinë dhe efektivët me urgjencën e Tiranës e transportuan në maternitetin Koçogliozheni. Prej 3 javësh në luftë me vdekjen, ajo u mbështoll nga dashuria prindërore çdo mjeku, infermerie, nën të re. Edhe sot në Krishtlindje në shërbimin prenatal të këtij materniteti, mjekët u kujdesën për veshjet, lodrat, ledhatimet dhe ninullat. Ermela është veshur me të kuqe. Është Krishtlindja saj e parë. Pas spitalit, Ermela do të shkojë në shtëpinë e fëmijës. Historia e saj ka prekur 9 familje në kryeqytet, të cilët nuk kanë mundur të gëzojnë nga lindja e një fëmije. Ata janë treguar të gatshëm të birësojnë, por fillimisht Ermela duhet të dilte nga reanimacioni. Fal për kushtimit dhe profesionalizmit të mjekëve në këtë maternitet, Ermela është shëruar plotësisht dhe do të largohet nga spitali brenda pak ditëve.